Për të parë programin Me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Vodafone, Ujqafshtama, Konad Albania. Emisioni Zhaku Arjan. Edin këtë. Erdhëm krushkat! Zhakat e Arbanës! Zhaku dhe Shaklina, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e gëzuar që jeni këtu, reali, Zhaku dhe Zhaku. Dhe teksa po mendoja, po ju shikoja thash, ore, unë kam harruar pse trasim ty Zhaku. Ta përmun. Ne ndonjëherë bëjmë shaka me njëra tjetrën, themi dopjo Zhak, kur jemi bashkë diku. Ose Shaklina e vërteta? Po, jo Shaklina. Mirë, okay, Shaklina e vërteta dhe Zhaku një. Zhaku pse ke luftë Zhaku, ma kujto pak se ne kemi një jetë që jemi, po unë kam harruar. E kam nga që kur kam qenë e vogël, linin ata të shtëpisë me komshit, me të gjithë. Domethënë atëherë ka qenë më ndryshe komuniteti, edhe ka qenë një film gjatë fëmijërisë. Zhaku ka qenë një hetim. E donin të gjithë, ka qenë duket nga të mjerët, ka qenë një episod dhe nga ai unë kam Zhaku se komshit kujdeseshin për mua, mos rrisnin çunat e lagjes Zhaku. Edhe ngeli tani në Gjermani, si të thrasin? Inida. Asnjë nuk e di Zhakun. Asnjë ja ke treguar? Jo, ja kam treguar ndonjëherë, domethënë Kristiani natyrisht e di, po Inida gjithmonë dhe i pëlqen shumë emri im, kështu që atje jam komplet një individ tjetër. Po. Zhaku dhe Zhaku jam shumë e lumëshirë sot. Edhe gjithashtu edhe ne. Para një se takohemi bashkë mas shumë kohësh në televizion, se ne jemi takuar. Bashkë nuk kemi takuar për shumë vite. Po që të kam ndjekur gjithmonë edhe të përgëzoj për të gjitha rinjtë. Që ju njohë bashkë. Dhe surpriza të jetë Arjan Konomi. Arjanin që unë e kam shok të vjetër. Ti e ke shok të vjetër. Dërsa unë e kam shok të ri virtual. Unë e kam pas shok të vjetër, nuk e kam më shok të ri. Përshëndetje të rëzore në shtëpisë. Mirë se gjeta. Mirë se vjen. Ndjes për vonesën, Zhaku, ç'është ky nder sot me zhaqërat. Ndjes për vonesën, po nga vunoj. Unë po ju pres në vuno ty me Edin, ke kaq vjet thua do vish, nuk po vjen. Dhe nga vunoj qendër e botës, erdha këtu te ky katundi. Jam ka thënë që ke bërë super shtëpi atje, a? Po, është mirë. Vunoj është i bukur, ti e di edhe është jam faleminderit për ftesën. Ta kemi gjithë Zilia të vunojnë, gjitha kemi nga pak Zilia të vunojnë. Është. Jo, unë kam shumë Zili se unë kemi qenë së fundi. Kam qelluar dhe kemi qenë pra 2 muaj, kam qenë naftoj Arjanin në shtëpinë e tij. Dhe gjithë Arjani ka një super shtëpi fantastike, të mrekullueshme. Si po na dëgjoni i duhet. Në atë shtëpi bëhet festa private dhe deklarata publike. Ato deklaratat e Arjanit bëhen nga ajo shtëpi. Okej. Çfarë deklaratash do bëni sot nga shtëpia ime? Që nga shumë bukur njerëz. Paktën do filloj me deklarata të bukura. Mua më vjen mirë që jam me Arbanën, jemi bashkarisht përsëri në kamera, Zhakun një mikesh të vjetër dhe Zhakun tjetër një mikesh të re që është herë e parë që takoj sot live. Jo, Arbana më na bëre bashkë. Ju bëra bashkë. Po mirë, a keni folur, keni komunikuar ndonjëherë? Disa herë në Instagram. Në Instagram, po. Në Instagram shkurtimisht, po. Dikur një ftesë, ka qenë një ftesë mu përgjigje, falenderova dhe së fundmi ka qenë përsëri domethënë një komunikim i shkurtër. Po e bukur është se kur ka dalë Zhaku për opinioniste, mua më thanë shoqëria që është Zhaku dhe ka qenë emisioni i gjashëm me atë që bëjte Top Channel-i.
edhe më tha në Zhaku opinioniste, shikoja e vendosja te kanali, nuk e shikoja Zhakun, e isha. Pastaj tha Sylla, më është Zhaku as është Zhaku. Për të përputhur është Se unë prisja të shikoja. Është problemi që kemi unë dhe Zhaku që na ngatarrojmë. Unë prisja të shikoja Zhakun, që njëja edhe kisha parë në ekran, thosha jo, s'është pas kam gatruar emision, ma është Zhaku, po më Zhaku, po ku është Zhaku, pastaj e kuptova që ishte Zhaku. Ej, un kam qejf të gatuajmë bashkë, kam qejf që të luajmë bashkë edhe kam qejf që të rrim bashkë. Se më ka marrë malli për të tre, kështu që po ju Po jo 5 minuta receta. Jo 5 minuta. 50 minuta jemi sot Arjan Konomi. Kam marrë të kalamar të mirë nga Vlora. Kalamar nga punoj. Kalamar nga Vlora. Nga Vlora. Që ti u bërë kalamar të mbushur. Gjërat më të mira se kam mbaruar, unë gatuaj. Ti gatuan, ti e ke qef gatimin. Po. Nuk jam edhe unë haj. Ti haj. Po. Dhe unë gatuaj. Edhe Zhak. Vetëm unë jam bimse. bimse. Shef sa ty. Grupi, do i ndajmë detyrat që edhe të ndihmoni edhe të marrojmë më shpejt. Tani, zgjidhini se kush do bëj çfarë. Okej. Janë për të hequr bërthamat e disa prej këtyre ullinjve. Okej, këtë po e bëj. Për të qëruar disa hudhra. Mund ta bëj Pa e bëj. Dhe për të coptuar ky djathi me duar. Po. Kupton? Po. Po, Zhaku me zi po pret. Ta coptoj djathin. Anja, Po i han gishtat. pra, e bëj, do ta më kënaq nxjerrim që këtu dhe Si do ullim apo këtë? Për mua çat nuk ka problem. Kë ke qef? Po vi udhrat që me që ju mos i keni duar, po me çojnë. Do t'i bësh, do ta bësh ti këtë Patjetër. Ë? Ta Do e bëj bëj me kënaqësi. E sigurt? Okej. Inshallah e bëj mirë tani. Okej. Qose Janë kërkesa është thjesht tu, thërmi. Prit Zhak të t'jap një pjatë. Po. Kam pak emocion. Udhra jo po. se sa bësh. Udhra po mos më ngërën dhe me sy. Se ke emocion Arjan. Ka emocione sepse Po emocione rreth parë që jam me ty se kishim kaq vite. Kishim kaq. Pavarësisht se jemi komshinj dhe kur Se jemi në kishim kaq Tiranë dhe vite. dikur takoheshim më shpesh. Po. Po tani shoh Edin më shpesh. Një nga Ne filloj po bëj Ja këto. them Arbanës, jo se Ka jemi gjë, të ka gjë, ftuar, ka gjë. po një nga persona që vlerësoj më tepër dhe di. kemi qenë Edhe miq unë prej ty. që kur Arbana ka qenë pak pa. më shumë se adoleshente, që ka qenë në Top Albana Jo, Radio edhe dhe ka unë, filluar edhe unë, televizionin, edhe- ne jemi frekuentuar dhe për fat mirë jam gëzuar shumë kur dhe Edi që ka qenë shoku im pavarësisht Arbanës prej vitesh përpara, kur këta u lidhën bashkarisht, domethënë, edhe për mua ka qenë një akoma më tepër. Realisht edhe unë kam ndjekur edhe me shumë kënaqësi edhe kam qeshur shumë. ka që jemi Të sot. gjitha reagimet e bashkë. tua. Ti Zhaku tani po. Zhaku, hajde Zhaku. Gati Zhaku? Gati. Zhaku, unë kam bërë një video që më ka Ku krijuar e ke atë udhrën, ku e ke ta? Ja, udhrën, Ah, po. mama jep. Ja. Se ka asë. Bëja. Hajde, ta bëj. Nuk ka qenë me Zhakun, ka qenë një farë mënyre me opinionin, me mënyrën e veprimit të opinionistëve. As me mendimin e tyre, po as dhe me Pa të bërë një idenë. status kundër këtyre të dyve, që nuk kishin formimin e dur për të dhënë opinione. Jo formimin e dur, por nuk po vepronin siç u takonte opinionistëve. Kur ishte? Në që kontekst kur ka qenë? Kjo ka qenë një kontekst kur se shiko, dhe unë tani kam qenë jo në Amerikë Latine, jo në Australi, jo në ato vende ndryshme dhe e ndiqja pak, nuk kisha nuk e ndiqe plotësisht. Normalisht dhe kur e shkoja nga Kolumbia, e kupton, Ndiqe nuk video të ndisja shkurtra. dhe shumë rrjedhën e ngjarjeve. Po kur kam parë një puntat që Zhaku dhe Arbri jepnin e merrnin me banorët e nuk pushonin. E fol, e thuaj, e kthe, e bë. Tani, për t'ja thënë dhe Zhakut, ta thënë si këshill, kush ishte ideja ime, nuk ishte të bënte fare me këtë. E pranoj. Do më thënë fjala që mund të kem thënë unë aty ka qenë u bësi muhabet në lokal, kafenesh, shoqëria. Ajo që mendoj unë, për shembull, në përputhen, unë e bëja atë gjë. Sepse opinionisti përputhet pavarësisht se është e njëjta gjë me Big Brother, ka shumë dallim. Ka shumë dallim. Janë dy programe të ndryshme dhe funksionet i kanë të ndryshme. Se çfarë dallimi ka Zhak? Domethënë, në përputhen ke çifte që kërkojnë dashurinë dhe për mendimin tim si opinionist, duke parë që unë e kam bërë një edicion përputhen, nuk kam kaq eksperiencë Arjani me përputhen, plus kur Arjani ka qenë në përputhen, audienca dhe goditja e emisionit ka qenë shumë e madhe se sa edicioni në cilin kam qenë unë,
por si opinionist ti ke si për detyrë të sheshosh keq kuptimet apo mungesën e komunikimit që të rinjt kanë. Dhe duke qenë ata të rinj dhe jo të provuar në botën e televizionit, sigurisht që unë kam vendosur që qasja më e mirë do ishte një qasje më e moderuar dhe më tolerante, duke munduar ti kuptosh ata. Ndërsa në Big Brother, të paktën unë kam qenë në edicionin VIP, ti ke bërë më shumë Big Brother se sa unë. VIP-at që vinë në Big Brother janë njerëz që e njohin kamerën, e njohin televizionin, e njohin botën e medias, nuk janë fillestar, nuk janë amator, nuk kanë për herë të parë dhe vinë me një qëllim të caktuar. Dhe detyra jote si opinionist është të krijosh pista apo të krijosh rrugë ku banorët duhet të marrin një input dhe të vazhdojnë dhe të krijojnë historitë e tyre brenda dhe të krijojnë storyline-in e tyre. Jam dakord dhe nuk të heq asnjë gjë nga këto, por prap unë kam ideja ime është tjetër gjë. Ka të bëjë me llojin e formatit dhe mënyrën e organizimit të emisionit. Për shembull, në përputhen, unë jam me të rinjt, me ata që jam në studio. Dhe kur me ata pim kafe, me ata shkojmë në party në mbrëmje, me ata shkojmë në darkë në restorant, krijon një marrëdhënie njerëzore me ata. Krijon një marrëdhënie njerëzore. Dhe opinionisti është dhe opinionist, po është dhe pjesë edhe mik, edhe mentor. Dhe pjesë e tyre është dhe mik dhe mentor. Dhe i lejohet që për shembull atë këtë gjë unë e bëj të përputhen. E bëj të përputhen edhe kjo është një gjë që sepse ti je bashkë me ta. Në Big Brother ndryshon shumë, sepse ndërsa këta të përputhen, dalin dhe marrin famën, bëjnë reklama, venë në party, marrin tërë atë krenarin dhe gloriën e, si ta themi, të personit të famshëm, vinë pastaj në emision dhe aty fillojnë të transformohen dhe nuk arrin dot të balancojnë sjelljen e tyre me atë vetë ndërgjegjësimin që ndodh duke u bërë i famshëm. Dhe janë më të dobët ndaj famës së momentit, dhe kritikave dhe famës së momentit, sepse fama e momentit të krijon një gjendje psikologjike që ti pastaj nuk pranon kritika, nuk dhe mund të debatohet. Në Big Brother është shumë ndryshe, sepse zëri opinionistit, përveç zërit prezantuesit, është i vetmi zë që banorët kanë dijenin se çfarë ndodh jashtë. Do me thënë, nëse një përputhen vjen dhe një çfarë ndodh jashtë. Jo, ti duhet ta kesh realitetin e nuancuar. Ja ta përfundoj. Dhe që ata janë të izoluar. Nëse të përputhen, ai vjen, është ka parë, ka shumë fansa, ka qenë në festa, e kanë ftuar, ka bërë gjëra dhe vjen me një ndjesi tjetër. Ai në Big Brother nuk di se çfarë ndodh jashtë. Se po e shajnë, se po e lavdërojnë, se prindrit i ka turpëruar, se janë ndjerë keq, apo se janë bërë krenar për të. Dhe i vetmi zë, dhe jo figurë, si që jam në përputhen që ti je me ta del pi kafe, ti nuk je një zë që ata dëgjojnë, se unë e di prej eksperiencës si ma kanë treguar vetë banorë që thoshin kur dëgjonim zërin, përpiqeshim të kuptonim diçka dhe ishte e vetmja lidhje përveç Arbanës që prezantonte e vetmja lidhje me realitetin jashtë. Dhe nuk jeni në dy pozita të barabarta. Në përputhen jemi pozita pak të barabarta se mi ulur gjithë aty si rreth një sofre. Te Big Brotheri, ti je në studio, ke një avantazh me mikrofonat më tepër. Me qenë se ju jeni të tre opinionistë real. Unë mendoj që në Big Brother bëhet një analizë më e përgjithshme dhe nuk hyn pastaj në debat, sepse nuk janë të barabartë informacioni dhe gjërat që mund t'i kenë të dy palët, siç i ka për shembull në përputhen që mendoj që e lejon debatin edhe zënkën, edhe atë muhabetin, se jemi në muhabet atje të gjithë bashkë. Në Big Brother nuk është muhabet. Është një analizë dhe Big Brother atë dy edicioneve të fundit e kanë ndryshuar mënyrën se si bëhet reality show. Dhe të paktën në Big Brotherin në të cilin kam qenë unë, ajo që unë kam kuptuar është kur opinionisti debaton me ty dhe kur opinionisti të kritikon, kur opinionisti të tregon se çfarë bëre mirë, se çfarë nuk bëre mirë, ndonjëherë edhe me tona shumë forta. Në të vërtetë opinionisti po të jep vëmendje. Në Big Brother në të cilin isha unë, u krijua një hero dhe që të krijohet heroi, ti e di shumë mirë që duhet një antihero. Dhe antihero është ai që merr të gjithë atë vrerin dhe nervozizmin, agresionin apo dhe kundërshtimet që edhe ti vetë ke pasur, por që ka dhe publiku. Mirë, çdo kjo ndodh, domethënë ku më shumë. Një pyetje kam unë, ju të gjithë si opinionistë reality, sa të vërtet keni qenë dhe të lirë në opinionet tuaja? Unë 100% vetja dhe shumë e vërtetë. Ndoshta më shumë se sa duheshe.
Nëse do kisha qenë më populiste, do kishte shkuar më mirë, mendoj. Mbas jeta pas Big Brotherit, do kisha pasur më shumë dashuri, më shumë bashkëpunime, më shumë punë. Më shumë se kaq, ku do shkosh më shumë? Mendoj që Me Zhakun e vërtet. Pse zgjodhe mos ti jesh populiste ti Zhaku? Sepse unë nuk jam një njeri populist, me thënë drejtën, nuk jam njeri konformist, sa mendoj që konformisti është edhe pak oportunist. Dhe nuk e kam jetuar ndonjëherë jetën kështu, dhe sepse kur ti më bëre ftesën për të qenë, dhe unë të falenderoj sigurisht, kur ti më bëre ftesën për të qenë pjesë e Big Brotherit, synimi im kryesor ishte të bëja një emision të mirë, që pozitën time aty ta bëja maksimalisht dhe të isha 100% brenda Big Brotherit. Kështu që unë kam jetuar me Big Brotherin ato muaj, unë kam qenë pjesë e gjithë asaj gjurudije, e çmendurisë të njerëzve, të emocioneve, qofshin to pozitive apo qofshin to negative. Ky është synimi im kryesor. Nëse do të kisha propozuar prap, do ta pranoja prap, po do bëja prap një të gjë. Vërtet? Nuk do isha më e moderuar. Vërtet? Jo, nuk kam ndryshuar mendim për qëndrimet e mia tani edhe mbas 2 vjetëve. Fare? Fare, edhe nëse shkoj ashtu si shkoj, prap të njëjtën gjë do bëja. Sepse ma kam bërë të pyetja, je penduar për qëndrimet e tua? Jo, nuk jam penduar. Ndoshta unë patjetër mund kisha qenë më e moderuar siç thot Ariani për arsyet që ai përmendi, por në atë big, me ato që u krijua, me ato specifika, me ato dinamika banorësh, unë mendoj që vendosa një nivel të opinionistit dhe bëra maksimumin. Si të duk ty Zhak atëherë Zhaklina? Unë e kam ndjekur shumë fakt, sepse Zhaklinën e kam shoqet vjetër, ne njihemi për shumë vitesh, edhe patjetër që edhe ty të ndjek prej kohësh, domethënë ka qenë për mua një brother fantastik. Dhunën bashkë me mua. Vërtet? Po, sepse ngatarronin. Po. Kështu që edhe Zhaku merr mesazhe, edhe Zhaku gjithashtu merrte mesazhe. Ashtu? Po. Sa herë që unë dilja dhe bëja ndonjë deklaratë, mesazhet tona ndaheshin, mesazhet negative. Disa i merja unë, disa i merrte Adashja ime Zhaku. Po, Adashja jote, pastaj me sa kuptova unë një mesazh që pash unë hy mbas 2 vitesh, ti kishe qenë fanse e Kiarës dhe Luizit. Po, mua më pëlqen. Unë jam ne të dyja jote. Po ne të dyja, shiko. Jo, patjetër që mua më pëlqente Zhaklina për qëndrimet që mbante se ishte e vërtet dhe ishte korrekte ndaj vetes. Domethënë duke e njohur atë e di që edhe unë kam të vështirë të jem politikisht korrekte, nuk jam, sepse të jesh politikisht korrekt të thotë që të mos thuash opinionin tënd, por të thuash atë që njerëzit dëshirojnë të dëgjojnë. Dhe detyra e një opinionisti, në fakt, është që të jetë kritik ndaj shoqërisë, ose të hap një debat publik ndaj një deklaratë. Domethënë që ti shërbej opinionit publik, domethënë të shërbej ndryshe diçka, se diçka të krijojë një lëvizje. Njerëzit reflektojnë, Po, patjetër. Po qoftë dhe hapur ai një debat edukimi, edhe kjo Zhaku nuk është vetëm informim. Me që ne jemi këtu dhe mund të sqarohemi për herë të parë, domethënë me njëri tjetrin. Është, domethënë nuk kam qenë, jo, pa diskutim personale, kjo do ishte largësha e tmerrshme. Por nuk kam as me mendimin, as me atë që thua. Kam thjesht opinionistin thot atë që mendon, e fillon, e thot, e mbaron, i vë pikën dhe çfarë do të thot tjetri s'ka më vlerë të kthesh dhe të replikosh. Pikë, thuaj çfarë do duash, ky është mendimi im dhe unë e thash. Një debat ndodh edhe sepse ai personi si më thon i gjykuar apo cilit i drejtohet një opinion ndihet i përfshirë, do debatoje, pastaj të ikën pak në situatën nga dora dhe ke fjalën për banorët që janë brenda. Domethënë për ata që janë të prekur. Po. Sepse ata me vërtet që duke qenë edhe VIP-a, kanë edhe sedër, kanë edhe domethënë të gjithë njerëzit në Shqipëri, prandaj e cilësova. Plus, pra po flasim një gjë, nuk flet me amator apo me njerëz që për herë të parë dalin në televizion dhe ti do ndihmosh në rrugëtimin e tyre fillestar. Aty ke të drejtë. Janë njerëz që kanë eksperiencë dhe dinë çfarë duan edhe futen me qëllime, ndoshta edhe me një enturazh, edhe me një skuadër, edhe me një skuadër që krijon imazhin e tyre në rrjetet sociale, që komenton, që bën like, që krijon një algoritëm, që ky algoritmi mund të jetë fiktiv. Pra, është ndryshuar opinionbërja dhe reality nga kur ishe ti në Big Brother. Sa mendon që e di publiku këtë? Pra, a mund t'ja shpjegojmë pak publikut që, shiko, futet Zhaku dhe Zhaklina e Ariani ndërkohë krijojnë
një mal me komente, një mal me shares për të krijuar algoritmi sikur është popullore. Por atë jemi mjeshtra në Vëllëra se ne çdo gjë që themi na komentohet në një mënyrë apo në një tjetër, pavarësisht. Domethënë këto janë rrisjet e këtij profesioni. Jo, Arbana po flet për një mafia, për ato që quajun mafia të rrjeteve sociale, pra për një organizim dhe strukturim të vërtet. Janë realitet sot. Mua e di çfarë më pëlqen që më bëhet shefi për diçka që vëre edhe tani që të paktën Jacqueline ka thënë mendimin e saj dhe askush nuk i ka thënë të thotë diçka apo të ketë një lloj editoriale apo të ketë një vi editoriale që po edhe nëse ma kanë thonë, unë nuk e kam pranuar. Gjithsesi, domethënë patjetër që është edhe ai duke edhe unë kam është edhe ofenduese për ty nga ana intelektuale që të dikush tjetër të diktojë se si duhet të mendosh. Jo, patjetër. Edhe ti nëse nuk mendon nuk ekziston. Patjetër, po ajo që dua të them është që në përgjithësi. Është vërtetë. Dhe në top nuk na ka ndodhur dhe unë me vite. Jo, mirë, as mua s'më ka ndodhur. Ndonjë sugjerim kështu mund të ishte. Po, por nuk më kanë diktuar se çfarë të them. Edhe më vjen mirë për këtë gjë dhe një gjë tjetër që kam kuptuar pastaj është kur më ka treguar Jacqueline gjithë komentet, gjithë problemet që ka patur, domethënë në një depresion, në një përndjekje, të shkojë ke terapist. Ka qenë pjesë e jo, pse kështu e ke përjetuar në jo, sepse mbas të mbaroi emisioni unë u përndosha edhe në jetën reale. I kanë prish makinën, i kanë makinën, domethënë ka zgjatur. Nuk është se kur filloi Big Brother Arbana më thoshte që Zhak do mbaroj Big Brotheri ditën e fundit dhe të nesërmen do e shoh se si do ndryshoj çdo gjë. Domethënë ka mbaruar dhe pret si me thik. Unë ashtu mendoja vërtet, me thënë. Nuk ndodhi ashtu dhe unë thjesht mbasi mbaroi Big Brotheri thoja kur do mbaroj kjo vëmendje. Pra ishte një vëmendje që ty të jepte lavdi, por ajo lavdia nuk të duhet të bëhet vështirë. Më kujtojnë gjëra veç. E ke mbajtur edhe ti gjallë me dashje apo jo? Unë nuk e di. Le temi urrejtje në thonjza. Në negative në usime në planë serbi. Po, nuk shiko, ajo nuk është se e vrau mendje. Pastaj ti kish kuptohesh për çfarë do lloj veprimi që ti bën. I ka mohuar edhe ato rrami muaj tek një nga portalet shqiptare. Po mirë me sa portale të vrasësve dhe kriminalëve të një niveli dhe rangu tjetër, ndërkohë unë zgjolla rrami muaj. Shiko, mirë, dëgjoj, se ta thash edhe shpar që e di se puna publiku është publik edhe bëjnë fansa edhe janë tërësisht të justifikuar, madje shumë mirë, programi ka pasur. Jo, ne themi shiqyr që bëjnë fansa të çmendur se ka programi sukses. Ndryshe do ishte dëshpërim. Por ai mërzitur ti me kolegët dhe kush kanë qenë njerëzit që të kanë lënduar në atë kohë? Po, jam mërzitur sepse mendoja që disa individ në shoqërinë shqiptare i respektoje, e shikoja si me vlerë, e shikoja si intelektual dhe mendoja që do kishin guximin të mbanin një qëndrim të vërtet. Një qëndrim të vërtet pro vlerave dhe një shoqërie të shëndetshme. Dhe kur pash që të gjithë u bën pal për disa followers sa më shumë, për disa like, për disa komente, për t'u lavdëruar. Kam pëlqyer Luizën e Karen, kisha qejf të shifje. Nuk po flas për ty. Po vletim bëre blok mua. Po nuk po flas për ty, nuk ta kam bërë për atë. Në histori tonë. Nuk ta kam bërë për atë fund. Po është për gjë tjetër. Bëre blok ama. Nuk e them këtu. Pse bëri blok? Nuk e di, nuk ja kam thënë. Nuk e ke di. Po si më kanë shpjeguar për dhe më disa herë në tavolina me shumë njerëz që të më vendosin në siklet, edhe që të më kushtroj presion që unë ta them, dhe unë nuk e them. Po nuk është për këtë. Jo, nuk është për këtë. Jo, nuk është për këtë. Nuk ka lidhje fare me këtë. Po kush që nga këto intelektual pra nëse s'jam. Po si vetëm ti intelektual në Shqipëri tani ka dhe të tjerë. Është ku bëhet sa ullin të tjerë, Jo, s'ka nevojë, shive. Apo s'ka nevojë. Grupi, unë mbusha me djath bart, kaperi, ullin, kundra, disa kundra ka bërë. Zhaku po ti që ke perfekte të zdi, po shkoj që ke bërë udhërës. E ke bërë udhërën. Po i fus në furr këto, po bëjmë gati edhe burratën me pomodorinë dhe dalim jashtë pastaj edhe shijojmë një. Po duhet ta mbaroj këtë që po them. Do bëjmë burratën. Arsyeja pse unë mërzita ishte që pastaj të gjithë këta personazhe të mediave, të cilët dilnin dhe proklamonin një pëlqim të caktuar, në mesazh privat të shkruanin, shiko se unë mbështes mendimin tënd, unë jam me ty, po nuk dal dot publikisht sepse kam frikë. Sepse nëse do dal publikisht të them ato që realisht mendoj, do sulmohem. Dhe kjo mbështetja privatisht që mua më jep në prisje ti, fal, më shpjego pak. Çfarë mbështetje? Çfarë mbështetje prisje? Një sekondë. Jo, prisje ti nga njerëzit. Unë nuk prisej që të përndiqesha. Jo. Mirë, atë sa ka fajin unë ty, e kupton? Jo, dëgjoni ju. Dikesha dhe një tjetër. Nga mëngjesit deri në darkë. Unë Zhaku nuk e kisha njohur.
bëra atë komedi që e di që nuk i erdhi mirë, dhe kur ka mbaruar Big Brotheri, e kam ftuar të takohemi. Po. Dhe tek dyqani jo. Po. Dhe unë kam refuzuar. Ke refuzuar. Kam refuzuar, po, nuk doja. Që ja, ka pas dhe njerëz që unë të doja të takoja, të njihja nga afër. Po ti pse ke refuzuar tash? Ai na tregon çik. Sepse mbasi mbaroi e gjitha, mendoj që gjëja më e mirë që unë mund të bëja ishte të tërhiqja, të bëja një step back dhe të reflektoja. Edhe të analizoja çfarë kishte ndodhur, si kisha ndikuar unë, a kisha gabuar, çfarë mund të përmirësoja te vetja. Mendoj që gjëja më e mirë që njeriu mund të bëjë është të tërhiqë, edhe të analizoj situatën. Edhe të lërë situatën që të ftohet edhe që të mbledhi veten. Po. Por, për shembull, kishte gjëra që unë vetë nuk do t'i bëja. Për shembull, fakti që Jacqueline i merr shumë seriozisht komentet e njerëzve. Mua kjo gjë këtu nuk jam dakord dhe këtë gjë unë nuk do ta bëja. As ekspozit me sharjet e njerëzve. Do eksperiencë më të gjatë, ndoshta. Unë thjesht unë i lë, mendoj që duhet prekosh fundin edhe Jo, nuk preket fundi, po. Po, preket fundi, jo nga ana profesionale, nga ana njerëzore. Jo, e kuptoj, po nuk është fundi. Ti ke të drejtë, komentet ishin shumë të rënda dhe është vërtet traumatike. 6.000 komente në ditë. E kuptoj, por të marrësh të 30 komente në ditë. Ti 6.000 komente në ditë. Ti trajtosh, ti denoncosh, domethënë të bësh edhe lufte me këta. Nuk mund të normalizosh gjuhën e dhunës dhe urrëties dhe nuk mund të normalizosh faktin që ti nëse je personazh publik do të rish me gojën e mbyllur dhe duhet të pranosh çfarë do lloji shpesh herë shumë vogëlsira gjyrimi që të hidhe. Zhaku, ti ke një vajzë sot, djalë, 3 vjeç. 3 vjeç. Do rritet, do shikoj komentet për ty. Ose për veten e vet, që do t'i bëjnë shokët. Çfarë do t'i thuash? Merri me qeshur, çfarë do t'i thuash? Si do ta përgatisësh përpara urrëties online? Se di, sepse unë kam marrë edhe komente deri të vdekta ai që të kam marrë për shembull, ose ato ishin edhe sot e kësaj dite. Ditë këto. Mirë, unë kam marrë më pak sepse nuk jam aq e famshme, po që nuk ka lidhje me famën, ka lidhje vetëm me vëmendjen momentale. Ka lidhje edhe me momentin. Me vëmendjen momentale. Unë kam qenë dhe vet, kam qenë dhe producent, kam qenë në të gjitha pozicionet, si më thënë, kupton? Edhe kur bëja kafazin art para shumë vitesh. Po nuk ekzistonin rrjetet sociale. Dhe rrjetet sociale shkoja ndlia diçka. Ishte torturë, kupton, ose njerëzit që protestonin. Nuk ekzistonin rrjetet sociale. Po s'ka gjë, prap kishte protesta, protesta shuaj aty. Unë do t'i thoja djalit tim, do t'ja shpjegoja se si ka qenë një kontekst, do t'i thoja tani ka njerëz të frustruar që nuk din ku ta shfryjnë urrëtien e tyre, gjejnë një sebeb, gjejnë dikë, gjejnë një temë edhe e ka thënë Umberto Eco atë që kur dolën komentet, kjo demokracia online zori i dha mundësi çdo ignoranti dhe çdo idioti që të bëj të flasë, por nuk ka dhe ndonjë gjë të keqe, thjesht nuk duhen përjetuar. Kjo është. Nuk kur njeriu dëgjoj forcë mos përjetoj. E do dhe një proces. Pyetja që bëri Arbana është me vërtet më bëri dhe mua në siklet. E kupton se unë ndoshta se vras mendjen se s'kam fëmijë, po të kesh fëmijë dhe duhet ta sqarosh, nuk e di, nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë gjë. Duhet ta sqarosh dhe a duhet ta tolerosh, se shiko, vjen edhe shpesh herë edhe nga njerëz që njohin në brezat e rinj dhe adoleshentët për shembull, edhe bullizojnë njëri tjetrin dhe shajnë njëri tjetrin. Edhe puna është ne si prindër. Çfarë do t'i themi? Ajo bëhet modus operandi. Hajde mos e vrit mendjen se kështu shajnë njerëzit. Apo duhet patjetër me e kuptu, domethënë me e mirë kuptu situatën, duhet me analizu nga vjen ky koment është një gjë që është një urrëtie, është shprehur sepse është një mlef i dikujt dhe ti shërben thjesht si tabelçitje në atë moment, ose si jastik boksi. Dhe vetëm kaq, domethënë ti thjesht je në atë moment fuzuesi një çlirimi. Zhaki i takuar. Po kjo nuk është vetëm për. I ke takuar oportunistët asaj kohe? Jo. I ke bërë blok? I ka bërë blok. Nuk i kam bërë blok në jetën reale, jo në jetën virtuale. Cilet ishin? Nuk i themi. Jo. Oportunistati, thuhet mëkati, jo mëkatari. Ajo është mërzitur më shumë me ata që kanë përfituar nga situata për më shumë lajm. Nuk e di po. U bë pak atëherë po. Unë mendoj që detyra opinionistit nuk është të merret me personin, por me fenomenin. Dhe unë edhe kur isha opinioniste tani tek ferma, jam përpjekur që të trajtoj fenomenin, edhe pse nuk shpëton dot se fenomeni është lidhur ngushtë me personazhin, patjetër, edhe dikush përfaqëson një lloj, domethënë mua dhuna nuk më pëlqen, bullizmin e urrejt, dhe më vjen shumë keq që media shqiptare i jep kaq
nuk e vëmendje me dashje, por ndodh kudo, nuk është vetëm në Shqipëri. Dashura më e thjesht për përshpikime. Dhe më vjen shumë keq që krijon pastaj sepse edhe te ferma pati shumë ekstreme, domethënë sjellje shumë ekstreme nga personazhe që ti pretendon që janë vipa që duhet të kenë një lloj respekti të paktën për publikun. Mos kenë për njëri tjetrin, por për publikun. Megjithatë, duhet çështje të mësohesh dhe t'i kalosh këto gjëra. Ka qenë më bukur atëherë që s'kishte komente, ishim rehat fare. Megjithatë, ka ndodhur tani, po si dikur në Big Brother që u ngrit një qytet i tërë në protest. Ajo me televizioni u vu në siklet. Ajo me Klodin, Dhe ishte, domethënë, ajo ishte ndoshta ngjarja më Në lesh. Ishte me të vërtetë dhe një pozicion i vështirë dhe për mua opinionist se si duhet ta trajtoja, se dhe qytetarët duheshin respektuar edhe nuk duheshin lënduar, por ndërkohë nuk guxoj ta marr me mend se çfarë do ishte bërë me rrjetet sociale sot në një situatë të ngjashme. Po të kishte rrjetet sociale në atë kohë çfarë mund të kishte ndodhur. Çfarë do ishte ndodhur edhe me opinionbërje në këtë vend edhe me ata që të gjithë kanë nga një mendim për çdo gjë. Me kë do ishin? Jo me Klodin, e sigurt. Me protestues. Mua më kujtohet atëherë dhe ty të kujtohet patjetër që erdhi ambasadori amerikan, 3 ambasadorë në studio të qetësonin, doli Hillary Clinton në konferencë për shtyp sekretari i shtetit amerikan, duke shpjeguar në një vend të vogël si Shqipëria, në një qytet, dolën njerëzit në protestë. Mua më kujtohet fa ikonica këtë gjë. Mirë, si mendoni tani me një reflektim? A ishin imagjinoni se shumë homofob se që janë sot? Apo nuk ka patur situata ngjashme se pra mund të përgjigjem mund te kjo? Sepse jam në fund të organizimit të festivalit të filmit Queer, pra queer me tematika LGBT, dhe dje kishim një drag show dhe kishin ardhur shumë njerëz të ftuar nga Italia që thjesht kishin parë posterin dhe donin të merrnin pjesë në një drag show të organizuar në Shqipëri. Dhe unë u njoha me 2 italianë që ishin çift, 2 djem, dhe pyetja e parë që më bën ishte si ka mundësi që Shqipëria është një vend kaq homofob, plot me gay. Po mirë. Jo, është gjithmonë ajo që këto gjëra nuk ndodhin në Shqipëri. Ndodhin kur shqiptarët vjen jashtë. Ai dua familje, tradita. Unë jam mami, unë jam babi, prindi. Po gjithsesi mua duket sikur komuniteti LGBT tani po pranohet shumë më mirë. Po, ka përmirësime, patjetër. Për shembull, me një film të caktuar, ne kemi udhëtuar në 11 qytete dhe qyteti ku ka pasur pjesëmarrje më të madhe ka qenë Kuçova. Dhe unë nuk e prisja Korçën, Shkodrën, po Gradecën, po jo Kuçovën. Po se aty s'ndodh asgjë. Po ti studiosh edhe rrjetet sociale, ta shikosh pak nga ana si fenomen, kupton që për shembull në Facebook janë më fanatik, më të prapambetur, janë mosha më të mëdha dhe ka një reagim ndryshe. Për të njëjtën gjë, Instagrami ka një reagim më diplomatik, pak më neutral. TikToku që janë të rinjt, edhe pse janë më agresiv ndonjëherë dhe me shprehje më banale dhe me një fjalor që për dikur për ne do skandalizoheshin, për ata është bërë sot i zakonshëm. Nuk ndodh kjo gjë. Domethënë kuptohet që diferenca e brezave ndryshon edhe është gjenerata Z në TikTok. Edhe sjellje ndaj në TikTok ndodhet gjenerata Z që është një gjenerat komplet ndryshe, është një gjenerat më e zëshme, është një gjenerat që ka opinion, është një gjenerat që nuk ka frikë të thotë opinionin e vet. Ndërsa po dhe s'ka shumë para gjykime, besoj. Instagrami ka batuta, ka humor, ka batuta, në Instagram janë 40 vjeçarët, kurse në Facebook të urojnë vdekjen. Në Facebook janë boomers, sepse nipi im që është 18 vjeç më thotë Facebooku është për pleq. Jo, ta them dhe unë, edhe unë. Janë i dalim jashtë, janë se na u bën kallamarët. Arian, se na i ke qartë. Do ta kesh ti kënaqësinë pare. Ja, faleminderit. Ashtu. Pastaj si feministi vetëm që shumë faleminderit. Zhaku tjetër. Po, faleminderit. A mos i thuaj tjetër asaj, thuaj Zhakina e vërteta. Dhe Zhakina 1. Goca, partnerët tuaj gatuajnë për ju apo gatuani ju për ato? Partneri im është i mrekullueshëm, është një shef i papar kuzhina dhe jo vetëm gatuan për mua dhe për ne, për familjen, po gatuan për gjithë shoqërinë dhe për gjithë familjen dhe gatuan pafund. Bravo. Dhe gatuan me kaq qejf. Shqyr Zotit kam shpëtuar nga kjo përgjegjësi. Kuzhina është vendi i burrave.
kemi thënë, shefat më të mirë janë burra. Janë burra, vërtet. Zhina është më e bukur kur ka një burr në të që është duke gatuar për të dashurit e tij. Gatuan partneri jot? Po gatuan. Gatuan, ëh? Po gatuan, shumë më mirë se sa unë jam amatore. Gatuan fare? Jo, unë gatuaj, mundohem të përmirësohem, kam dhënë gjithë energjinë time te përmirësimi i gatimit, por nuk është që më pëlqen të gatuaj. Ja të ftohet pak, se është nxehtë. Kjo hudhra ime është Me do të avash. Mendoj që janë ullintë e mirë që japin shije. Shikon. Një fjalë nisma ke thënë. Arbana e mrekullueshme. Vetëm të djeg. Vetëm Po bëra mirë që ja futa një tas kebab pilaf te klubi shoferave në Lushin. Se e di që i ke ulur racionet, se kam parë Edin që është bërë çdo të thua dhe punë. E thash Arbana ka ulur racionet. Tash ose Albana ose Arbana. Kujdes me e kishin te kallamari po. Është bërë shumë i shishëm në vërtetë. Dëgjoj, do luajmë? Dhe unë e parë që po e di që ti je një shijuese shumë e mirë, se vitet e kaluara ke qenë një nga personat që në Shqipëri ishin të pakët që arrinin të kuptonin dhe të shijonin disa gjëra që nuk ishin të panjohura. Jo të thuash që nuk ishin të zakonshme, është pak. Edhe ndaj e kuptoj dhe pasionin tënd, edhe të gjitha. Ishte puna për restorante të reja, kështu që diskutoni Mariane, ku ka ndonjë vend që hahet mirë, që del një vend i ri që. Çfarë janë këto? To janë e kam bërë se kam bërë. Nuk e kemi bërë. Never. Mos. Unë jam kurioze me këta të tre. Po të kishin pirë dhe një gotë verë tjetër të ishte më sike. Jam kurioze me këta të tre. Ka shefja. Çfarë kanë bërë dhe çfarë nuk kanë bërë. Unë i kam bërë të gjitha. Dëgjoj. Jam kurioze çfarë nuk kanë bërë. Do një s'kemi bërë ta bëjmë po. Hajde. Jibi, gati mos na shkënjej me pyetje. Zhaku jemi në televizion, nuk jemi në vuno. Hajde. Oh, sot. Fillojmë. Për mua janë të dyja një lloj. Kam parë filma plus 18 pa bërë 18. Po, e kam bërë normal, 12 vjeç. Filma jo, po video po. Jo, unë kam parë filme vërtet dhe e mbaj mend shumë mirë se si e kam parë, sepse një film kur kam qenë 12 vjeç kam qenë unë domethënë në 90 e kur kam qenë 94, e tmeshme. 94 se kishin dalë të kasetat vësët. Dhe në shkollën time 11 janar, ti kishe ikur atëherë, nuk kishe kena. Unë i ka Se kemi qenë dhe me shkollë. Ndam aty. Po, ishim darë. Edhe atëherë qarkullonte një vësë që ishte me lesbike. Dhe ajo ka qenë, e mbaj mend bilen shezllona, si uleshin ato. Atëherë ka qenë edhe kinemagimi. Pak një atmosferë pak a shumë me tillë, domethënë duhet bësh lesbike sot, Arian. Që të riprodhojmë atë filmi. Jo, po mendoja diçka. Po mendoja diçka. Më fal, vetëm dua ta shpjegoj këtë se ishte vërtet shumë e bukur për, domethënë për ne regjisorët. Ishte. Po ku të qëlloi ajo video, ajo kasetë ishte. Qëlloi, po dio ato çunat që kishin aty në 8 vjeçare, klasë 6. Ah, se çunat janë të poshtë, kanë dashur të tregoj. Shikoj ekzistojnë këto. Po, unë kisha kaluar. Se është ëndra e çdo djalje. E kisha të dashur unë që në klasë 3 e kuptoni, kisha kaluar ato faza. Thjesht shifja atë pishinën, shifja luksin më shumë se sa aktin, por që prita që t'iknin ata të shtëpis, gjyshin e më qetha në dhomë, e vura videon dhe e shifja kështu me ankth, duke pritur me telekomandë që ta mbyllja në çdo moment. Dhe ajo në momentin ajo videoja ishte e paparë sepse i fillon të bukur kështu seksi me këto dy gocat që ishin shezllonga në pishinë dhe pastaj befas në momentin kulminant kur fillonte erotizmi, fillonte Gangsters Paradise, kënga. Kënga e Kullës. Domethënë kaq. Kurse unë tani më kujtove një eksperiencë shumë të bukur faktikisht, kisha sa vite pa e kujtuar. 18 vjeç nuk kam parë porno se s'kisha mundësi. Jo për mungesë mundësie, po më kujtohet që kur kemi qenë
s'kishe dëshirë, s'kishe interes. Po jo, mos kishte ku ta shikoje, ishte komunizëm. 18 vjeç unë kam qenë tani se më del dhe mosha. Ne ta dim. 80-a, 70-a jo. Ka qenë fundi viteve 80. Fundi viteve 80. Edhe Gjasheta është i madh, 60 vjeç. Se të bëj qudër. Në Vlorë ishim gjimnaz dhe po për fat mirë ne në Vlorë na kapte kanalet italiane. Dhe në fund të viteve 80, duhet të qenë viti 88, besoj, 89, diçka e tillë, ka qenë një kohë kur televizioni shqiptar jepte komisar Katani, duhet ato vite. La piovra. Dhe filluan kanalet private italiane. Kanalet private italiane të këto rajonalet u shtuan me shumicë dhe filluan pa pritmas, ne që shikonim fshehur Azirain, Saremon e gjithë thot, na dilin këto kanalet e tjera kush kishte kanaçe në shtëpi. Telenorba dhe ishte një RTM-ja, ishte më e RTM-ja. Electric Blue ishte më elegant, ishte më elegant. Po kanali i parë, domethënë, porno që kam parë djemtë e Vlorës, ishte RTM-ja. Dhe kishte një shprehje e bukur atëherë, dhe që nuk e di kush, shumë mund ta mbaj mend dhe kush po na ndjek, që ishte buke kripe RTM në Vlorë. Dhe skena ishte fantastike, sepse RTM-ja fillon transmetimin në 1 të natës, dhe kjo shikoj vetëm gjatë verës që ishte kohë e mirë dhe kapej sinjali. Dhe deri në 1 të natës gjithë bulevardi Vlorës, rrugët Sheshesh ishin mbushur me plot. Në një pasaj zbrazej në mënyrë kështu, sigur kishte rënë bomba, jo bomba atomike, po këto me biologjike që ishin qenë të gjalla. Dhe ishte fati kush kishte një shtëpi që s'kishte prindërit, edhe kishte edhe televizor me kanaçe dhe atje mblidheshin 30 gjem dhe shikonin porno. Kjo ka qenë domethënë eksperienca, po. Dhe kur mbaronte në orën 2, të gjithë dilnin dhe bënin komente. Aty ishte komente. Kjo ka qenë eksperienca. Komente, po. Se të gjithë kishin parë. Me klub, pa klub. Të gjithë kishin parë. Jo, s'kish nis klubi atëherë akoma. Ishte shpejt. Të gjithë kishin parë atë, kishin parë të njëjtin film, të njëjtin personazhe dhe komentet pastaj fillonin dhe aty ishte qefi më i madh kur bëheshin komentet nga ora 2 e natës. Kjo është. Ndërsa unë mbaj mend Electric Blue që shikoja, ka qenë një emision në një nga kanalet italiane në fillim të viteve 90. Dhe ka qenë shumë interesant se ishte një spektakël i realizuar në një skenë të madhe me disa kate dhe personazhet kryesore, ose ajo që mbaj mend unë, ishin këto vajza të zhveshura dhe këtu në zonën e thithkave kishin disa pulla blu të cilat vizëllonin dhe një xhufk që ju varej. Dhe këto ishin me kaqëtar, bravo. Electric Blue. Dhe Jo, e kisha dëgjuar pse dia se pse quhej. Po. Dhe praktikisht i gjithë emisioni zhvillohej mbi këto goca që tundeshin në këto balkone me këto xhufka që tundeshin, këto ishin shumë bukura dhe tregonin herët e tyre. Ndërkohë një tjetër film që ka parë, duhet kem qenë 16 vjet, ka qenë Kama Sutra. Do kisha shumë qejf ta dija se cili produksion është, por ishte një film ndoshta indian, se personazhet ishin indian dhe tregonte për këtë dashurinë midis këtyre dy individëve, po me skena shumë eksplicite, me skena erotike të vërteta. Dhe ajo ka qenë hera parë në jetën time që un kam parë njerëz që pothuajse kryenin marrëdhënie seksuale në televizion dhe duke parë që sado edhe në vitet 90 shumë informacion nuk kishin, maksimumi na dilnin këto revistat që e kalonin me njëri tjetër. Ajo ka qenë hera parë që un kam parë që si kryhet marrëdhënia seksuale, çfarë ndodh midis dy njerëzve, se si dashurohen ato, se sa intense mund të jetë marrëdhënia midis tyre. Prandaj po, e kam bërë. Hajde Zhake, dyta. Kam thënë të dua pa e ndier realisht. Po normal që e kemi bërë. Jo, se kam bërë. Unë e kam bërë. Unë jam shumë ose në momentin që e kam thënë, më është dukur sigur e kam ndjer me vërtet. Pastaj ndoshta mund të jem edhe penduar dhe të kem thënë që o bobo, nuk ishte ashtu si e thash, por jo, unë e kam bërë, se unë kam qenë budallashe, më budallashe. Arian? Bëre mirë që e vetë. Jo, se kam bërë, ja. Okej. Ndoshta kur kam qenë i pirë në entuziazmin e momentit dhe s'ka qenë. Po jo se kam ndier, jo se e kam bërë, por jo se kam ndier. S'ka qenë e vërtet, po kam qenë euforik. Jam kthyer me një ish. Po, unë jam kthyer. Se kam pasur aq shumë të dashur në jetën time, sa që edhe me ishin jam kthyer. I bie radha prap. I bie radha.
Dhurata të gjitha nga je. Jam kthyer. Dhe mund të them që për shembull me një ish që jam kthyer është burim. Ish burim. Se vërtet? Po, me cilin jam martuar 2 herë. Wow, si Elizabeth Taylor me Richard Burton. Ajo ka dhe ca të tjera. Mirë, po 2 herë me të njëjtin, me të njëjtin burr. 2 herë me të njëjtin, po. Okej, Zhak, Arjan? Jo, asë më se kam Si bërë. punë kjo si e ndershme. Po se nuk e kam bërë. Po je përpjekur. Jam përpjekur. Përpjekja s'është këtë. Kthe nga ana tjetër. Se kam bërë. Qa di kjo? Nuk di asgjë. Unë si asgjë. Nuk di asgjë. Arjan? Unë Jo, se nuk e kam di bërë. Mendoj që kur se kam mbyllet, bërë, po mendoj mbyllet. mendoj që jo, unë kam një koncept shumë ndryshe në lidhje me këtë gjë, që unë mendoj që dashuria me seksin nuk shkojnë gjithmonë bashkë. Po, jam dakord. Po kjo s'ka lidhje me temën. Unë jam dakord. Jo, s'ka lidhje me temën, po nuk di si të përgjigjem. Për shembull, se mund të kem bërë seks me të njëjtin person dhe mbas shumë kohësh, po nuk është rikthim, është. po nuk ka lidhje me dashurinë, po ka lidhje me tërheqjen. Nuk është rikthim, është thjesht Nuk ka lidhje, pra, nuk ka lidhje dashuri. Unë mendoj që kur një marrëdhënie Dashuri, mbaron për disa arsye dhe nëse ti kthehesh prapë te njëjta marrëdhënie është si të veshësh rrobat e pisa që në vend që ti vësh te lavatriçja për t'u lar, i vesh prapë. Jo, unë kam veshur rrobat e pisa sepse kam pas gjithmonë tranzicionin që është, domethënë jam darë me dikë, pastaj është kaluar një fazë tranzicioni, e kam gjetur veten komplet tapte dera aty duke i rënë derës. Domethënë, mos ta bëj fare pyetjen, ai kam shkruar mesazh ishit kur kam qenë tap. Kurse ja të shtoj diçka këtu. Ja kam dërguar shumë ishave, shumë unë mendoj se njeriu ka dashuri dhe nevojë për seks. Marrëdhënia pastaj është një diçka sociale, është një kompromis që bëhet, është një rregull social që është krijuar nga feja apo diçka tjetër dhe ka ekzistuar dhe kështu ka bashkuar shoqëria, jo marrëdhënia. Dhe ose institucioni i martesës. Institucioni mirë, bësh shkon te martesa apo dhe marrëdhënia nëse nuk ka një tërheqje seksuale dhe një impuls, më duket pastaj do të ishte tepër. Ndryshe është një shok me një shoqe dhe kalojnë misi e ngushtë dhe ndajnë gjërat bashkë, kalojnë bashkë. Por marrëdhënien unë e konsideroj si një diçka që të mërzitshme me kohën, është besoj që jo më sqesh, mendoj që është e kam gabim, mund ta kem gabim. Po mendoj që është kafshë e cila në gjithë jetën e vet mund të ketë vetëm një partner. E mërzitshme me kalimin e kohës marrëdhënia? Bëhet e mërzitshme me kalimin e kohës. Sa duhet të zgjas një marrëdhënie që të jetë e bukur, pasionante? Jo, nuk ka rregull për këtë. 2 vjet dashuria zgjat 3 vjet, ne 2 librin besoj. 2-3 vjet. Unë besoj që nuk ka rregull. Varet nga gjendja emocionale, varet nga shumë shkaqe tjera si është krijuar, se nëse dashuritë kanë lindur dhe janë krijuar dhe marrëdhënia është krijuar nga një dashuri me problematike e vështirë, shumë ka mundësi të zgjas më shumë më tepër. Me më tepër probleme ndoshta, po që zgjat më tepër, sepse krijohet një farë varësie dhe imunitet mendoj. Individualitet, një bashkësim midis tyre dy njerëzve. Kurse puna e seksit është shumë më e bukur. Për shembull ka njerëz që ti mund të bësh seks dhe sa është tërheqja seksuale mund të bëhet, ndryshe vazhdon misia dhe s'ka ndaj. Po pra ka dashuri pa seks edhe seks pa dashuri. Në mentalitetin e përgjithshëm popullor apo të zakonshëm, si themi, të njerëzit nuk i ndajnë këto. Po mendoj dhe historia e njerëzimit, po ta shikosh në kohët e hershme, kështu ka qenë. Marrëdhënia besoj që mbaron dhe ka një... Po pra nga ana antropologjike, njeriu sikurse ka nevojë për shumë miq, ka nevojë edhe për shumë partner seksuale. Dhe po të kthehemi si thua ti në të kaluar. Njeriu nuk është monogam, siç duam ta bëjmë ne. Eksakt. Si është zhvilluar njeriu, si janë zhvilluar shoqëritë. Jo më kot ekziston ajo thonja, për të rritur një fëmijë duhet një fshat i tërë, sepse ashtu ishin marrëdhënie kolegjiale ku të gjithë njerëzit qëndronin së bashku me njëri tjetrin dhe kishin marrëdhënie me njëri tjetrin dhe kishin një bashkësi. Shumë më vonë me ardhin e agrikulturës janë zhvilluar marrëdhëniet monogame. Pra, toka ime, kafsha ime, gruaja ime dhe monogamia. Me ardhin e fesë. Tani, ju jeni në marrëdhënie monogame apo jo? Po.
Atëherë, pyetja është, Unë do preferoja një marrëdhënie poligame. Po ti ishte e lejuar. E kërkojmë një poligam. Meqense këtu kam shumë marrëdhënie monogame si poligame. Goca dhe Arjan, secili për ju më thot pak, cili është sekreti për të ruajtur një marrëdhënie? Komunikimi. Unë sot pash në TikTok, ishte një komediane shumë interesante, shumë e lezetshme, thoshte, aman çfarë janë këto njerëz që i thon komunikoni me njëri tjetrin? A janë mirë nga truta e kokës? Nuk duhet flisni me njëri tjetrin. Çfarë? A jeni idiot? Ti thoni se çfarë mendoni partnerit? Është vërtet. Ka komunikim. Secili të mbaj gjërat e veta. Po fole unë dave. Gjithë ata që kanë komunikuar, thoshte. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Jo, këto janë dy gjëra të ndryshme. Të mbash individualitetin tënd dhe pasionet e tua dhe identitetin tënd është një çështje tjetër. Të komunikosh me partnerin dhe ti thua çfarë të pëlqen, çfarë nuk të pëlqen, kur je mirë, kur je keq. Çfarë të duhet aty? Duhet patjetër. Jo, për mendimin tim duhet patjetër. Po si marrëdhënies është kur nuk të tërheq më seksualisht komuniko sa të duash, e fol për Shakespearein, e për Sokratin, ndonjëherë edhe mumje e Egjiptit jetë, edhe seksualiteti midis dy njerëzve kalon në faza të ndryshme. Dakor, dhe duhet të jesh i vetëdijshëm dhe duhet të komunikosh për fazën në të cilën ti po kalon. Se nëse ti po kalon në një fazë jo të mirë seksuale dhe nuk i thua asgjë partnerit tonë dhe ju të dy jeni në heshtje, patjetër që ajo heshtje nesër pas nesër do ju çon në ndarje. Okej. Për sa i përket problemeve apo atërmbetjeve është mirë të diskutohen. Jashtë çiftit. Dhe kjo marrëdhënia monogame, kjo marrëdhënia që është brenda sistemit të shoqërive në cilin ne jetojmë, do zbërthehet dhe nuk do ekzistojë më. Për mua është komunikimi. Në çdo marrëdhënie, jo vetëm në marrëdhënie me partnerin. Ndërsa unë jam dakord me atë që thot ajo që ke parë ti Arbana, sepse edhe unë mendova një ditë, domethënë unë kam patur me burrin tim, duke qenë se njihemi prej 16 vjetësh tashmë, kemi një marrëdhënie shumë të gjatë edhe të konsoliduar. Kemi patur ulje tona, patjetër, jemi ndarë, jemi ribashkuar, kemi patur sherre pafund për edhe kur kemi komunikuar keq. Dhe mund të ishte ndryshe, se tani çfarë kam kuptuar? Kam kuptuar, nuk mund të ishte e thjeshtë. Jo, edhe Kristiani patjetër që është në natyrë shumë ekspresive, shumë edhe Kristiani është dash, e kupton? Dhe ka dhe ai ato të vetat, po çfarë kam kuptuar unë është që unë tani nuk kundërshtoj më, domethënë nuk zihem më, nuk merrem me vogëlsira, nuk debatoj më. Let him. Let him say whatever he wants. Kjo është e rëndësishme. Pra kjo është individualiteti. Dhe unë përpiqem domethënë që ata gjej atë paqen time, edhe nëse një moment jam me nerva dhe dua të diskutoj, të them kështu. Thjesht e lë sepse e di që gjithsesi asgjë nuk do përmirësohet, se kjo është puna. Dhe duke qenë se ne kemi edhe një djalë mes që duhet kujdesemi edhe për atë dhe që duhet të transmetojmë një lloj paqe, një lloj harmonie tek fëmia jon, përpiqem që mos i jep benzinë zjarrit. Domethënë edhe unë jam dakord që nuk flitet. Shumë gjëra nuk ja blen fare me diskutuar. Jo, unë mendoj që Kjo ka të bëjë me individualitetin e një njeriu, pra ti nuk duhet ti mbi vendosësh tjetrit edhe të ndërhysh edhe në zgjedhjet që ai bën, në identitetin e vet, në njeriu që ai është, në pasionet që ai ka. Secili njeri që të jetë në një çift duhet të ketë individualitetin e vet. Çifti funksionon vetëm nëse njerëzit janë vetvetja dhe e ruajnë me shumë këshëri esencën e tyre dhe vetëm e ruajnë, personalitetin e tyre. Edhe ndryshojnë për edhe mund të evoluohet. Unë nuk jam për çifte që bëjnë sakrifica me njëri tjetrin. Unë nuk mendoj që dashuria është sakrificë. Unë mendoj që dashuria është vetëm sakrificë. Jo, jam shef sa ndryshe jemi ne. Zhaku 1 nga Zhaku 2. Jo, marrëdhënia. Dashuria nuk është, po marrëdhënia është se i vije. Marrëdhënia është bashkëpunim, po jo sakrificë. Po duke për të bashkëpunuar, do sakrifikosh. Zhaku do lësh një pjesë që nuk është personi i duhur për ty. Do lësh një pjesë të hapësirës tënde. Po dhe të mendimit tënd. Po ajo ka të bëjë me respektin që ti ke ndaj tjetrit. Po ne mendojmë që unë kështu e mendoj dhe i trumbetoj me të fortë për shembull dhe në çifte që unë kështu e mendoj e pikë, kjo është ajo që mendoj unë, po jo, duhet menduar edhe nëse tjetri e mendon, as ti e mendon ashtu.
kuptohet që e mendohet në atë mënyrë, nuk ke pse e trumbenton dhe pse lufton dhe pse kërkon, se kjo bëhet problemi me shifte. Ta ndryshosh tjetrin jo, sakrifica jo, po dhe të pretendosh të e drejta, nuk ke pse të gjëndet e drejta, nuk ke pse ta pretendosh atë gjë. Se kjo bëhet probleme të çifte, se kërkojnë kush kishte drejt. Dhe tu është gabimi, të dy kanë të drejtë, të dy kanë gabim. Nëse ti e jeton çiftin dhe dualitetin duke kërkuar që të mbi vendoses dhe të fitosh këtë të drejtën, atëherë patjetër që çifti nuk do ekzistojë më. Në momentin që ti qëllimin e ke të komunikimit, të merresh vesh me këtë njeriu, pa i thënë të gjitha dhe pa pasur filtra në atë që ti thua, duhet ndryshim. Duhet katarsis, duhet ndryshim. Ta përmbleu mendoj që jeta është shumë e shkurtër për ta jetuar, po shumë e gjatë për ta jetuar me të njëjtin njeri. Hajde. Nuk do mbaronte kurrë. Mund ta mbyllësh me të njëjtin njeri, po ta fillosh Atëherë, shumë. Ta kalosh, pastaj me ka e mbyll. guys, kam marrë një overdraft. Jo. Jo, se Edhe unë e kam bërë. Jo. Unë pa e kuptuar. Jo, se kam bërë. Kredi për Jo, unë e kam bërë. Unë kam qenë viktim, pa e kuptuar fare. Se e kuptuar, okej. Edhe ka qenë shumë interesante, sepse më vinin njoftime gjëra që ishin në Gjermani, nga një overdraft që unë se dia fare që ekzistonte. Këto banka Ishte në vërtetë, domethënë. Kam lexuar mesazhet e partnerit. Jo, se kam bërë. Si bën kjo, si e ndershme. Jo, nuk e kam bërë, s'është ndershmërie. E kam bërë, thash i kam bërë. Se për të justifikuar veten, kam të kërkon të më ulesh vazhdimisht mua, kjo është arsye se të kam bërë bërë. Jo, dhe unë e besoj Zhakun, se më duket mos tot çaj, se nuk më duket. Mendoj që ajo është minimumi i respektit, As nuk dua që t'i kontrollojnë As nuk dua t'i kontrollojnë abuzuar, e shfryzë ke pas gjithë të drejtën ti kontrollosh ato. Ajo është tradhti që ti bën ndaj vetes. Ma ka dhënë zoti këtë të drejtë. Jo. Ua, Facebook-u hapur. Nuk ka mundësi. Jo. Zoti. Por nga qielli është i. No. Zhaku e Kjo është sjellje toksike. E di Kjo është sjellje toksike që nuk lejon komunikimin. Është njerëzore. Nuk duhet ta bësh, po e di It's not okay. E di. We know. E kam bërë një herë. E kam bërë 2 herë, 3 herë. Duhet ta bësh më, je rritur tashmë. Kam gënjur për rrogën. Jo, se kam bërë, se kam parë gjithmonë. Tamam. Nuk është që kam pasur me rrogë shumë. S'më ka pyet njeri. Mua më pyesin që s'më ka pyet. Është pa besueshme. Okej. Biles kur tregoja se njerëzit krijojnë kështu fantazira, sidomos kur janë punon top channel. Kujtojnë fantazira për rrogra, gjëra e këto dhe më e bukur ai ishte. Mu kujtua, ke diskutuar të rrogën time. Unë jo. Si që në ke rrogan atëherë, që ato që në merë kanë gjithë të rrogë. Të betohem. Ti merje shumë, merje 10.000 Kur kam diskutuar të me? Ishe shumë. Mos kanë qenë në bashkëpunim. Për këtë thua, mua apo Zhaku? Mua, jo, god. Jo, se kam të nësjerë, unë plas vetëm hapur. Sy për sy. Bëj shaka. Jo, po njerëzit janë çuditshëm, edhe mund të shpikin e mund të bëjnë. Tani. As kam pyet njeri, as nuk kam kuriozitet të di rrogën e askujt. Të sinqertë, i kam dërguar dikujt foton nudo. Ja. Po, unë e Po kam nga bërë. internetit, jo. I kam bërë. I'm not that stupid. Dhe kur e kam menduar jam të rrequr, si jam. Gabim, ka qenë. S'ma kam mbajtur. Po ti vjen ke dëguar di Unë jam poshtë. përshirë gjeneratave të reja se si duhet. E bën njeriu dhe për vete, kështu shikon veten pasqyrë një. No. Si duhet. Ti se ke bërë, ëh? Tani, jam zënë me dikë publikisht. Duhet i të bërë, nuk jam E kam zënë. stërbër. Cila ka qenë zënë ka më e fortë që ti ke patur publike? Mendoj në komunitetin fetar. Pra, ata kanë qenë sulmuesit e mi më të A do mëdhenj. gruan e pastorit e bë, pastor. gruan e Po, pastorit mendoj e që deqeneron ato e kanë pasur. komplet. Arian, ti me kë i ke pas? Publik thua. Ja, me ty. Me qartë, ka shkemi ne s'kemi zënë. Ka qenë me atë më që ishte një
Më ç'ishte një Hajvanos. Jo më 1 metër e gjysmë ai një partie politike që ishte Aleanca Adriatike. Endri Shabani. Me Endri Shabani, po. Ja, me atë kam bërë një prononcim të fortë publik që nuk është natyrën time, po ai jam dhe unë, jam ndoshta njerëzit se shikojnë thonë apo si flet ashtu, pa. Njerëz gjallë jemi, flasim dhe në atë mënyrë, flasim në të gjitha mënyrat, dim se si të jemi. Por kur shikon që mundi, djersa dhe sakrifica dhe përveç kësaj, ato që janë thënë që janë bërë ndryshojnë, nuk ka gjë zhgënjim më të madh ndonjëherë, ndoshta prej zhgënjimit ndodhin dhe këto gjëra. Kjo ka qenë publike. Për të ndryshe, unë jam tip tolerante dhe krenohem që dhe mburre me miqtë e mi, se them dhe miq që i kam pasur në kopë 8 vjeçare apo fillore, i kam sot e kësaj dite dhe shumë tjerë që mund kem bërë miq gjatë jetës sime, domethënë nuk. Kurse unë kam të famshëm sherin. Me Castro. Te Ferda kam përshtypjen që pritën shumë një sher tjetër, ëh? Po, ne bëm sher fakt, edhe jemi sher akoma. Nuk është gjithë. Po e bëm në makinë, nuk e bëm fare. Por çfarë thua kur nuk je sinqert 100% me publikun? E kupton, domethënë ne jemi zënë kot, po që kush domethënë hiku situata eskaloi, po me Castron patjetër që është sheri më i papar që ekziston dhe që u shkrim gazet. E shikon? E shikon ndonjëherë? Dhe mua më përndjek sherri i tyre se të gjithë më thonë, po ti me Castron jeni ende shok bashkë, po ju zoti çani, nuk jam unë ajo. Unë bëra bilese, egzagjerova se nuk e di unë e quajta Endri Shabani mashkull kurv, po pastaj kuptova dhe duhet kërkoja falje gjithë publikut i duhet kërkoja falje për shprehjen që thash sepse në këtë mënyrë kisha ofenduar kurvat, se unë kam pas shumë respekt dhe vazhdoj të kem respekt, kam pas dhe shoqe edhe kurva dhe prostituta, domethënë dhe gjatë jetës sime. Se seksi quhen tani. Mirë, dakor, po kurva i kemi quajtur dhe unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, po e mësova me patentë. Unë e mësova, unë te emisioni Blendi Fevziut e dëgjova, se ai na e shpjegoi mirë se si ishin sa taksa paguanin, edhe si ishin. Atje unë isha naiv deri në atë moment edhe aty e kuptova. Megjithatë përfitoj këtu nga ky emision, të kërkoj falje të gjithë kurvave dhe atyre që më shkruajtën të çfarë lloj moshe që ishin lënduar nga ai koment. Bëre mirë që bëre këtë. Ariani i papa. Shkojmë në Adin Arianit. Kam gënjur për moshën. Dhe shiqur që janë. Jo, jam 43 vjeç. Unë e bëj për ditë. Jam 43 vjeç. Ti e ulë me risja. Jo, unë nuk gjej për. Ti çfarë problemi ke me moshën? Ju jeni shumë gënjeshtarë, jeni shumë komplekse. Sa vjeç është Ariani? Ja, nuk e di. Shikoj se mua më ka rënë piga. Zhaku, je ke mirë me mua, ç'ke, se do të më mirë me ty. Vetëm këtu mos më prek, se tani shumë e din. Jo, unë kam qenë 20 vjeç, kam festuar ditëlindjen e fundit dhe nuk e festoj më. Okej. 20 vjeç nuk e kam festuar më, dhe jo vetëm s'kam festuar më, po nuk... Urrej ata që e festojnë. As familjarët e mi nuk kanë shumë vite që s'më urojnë më për ditëlindje, sepse nuk e dua. Dhe ka ndonjë shoqe nga këto të shkollës mesme që kujtohet, këto janë bërë gjyshe. Edhe janë bërë gjyshe, domethënë që 60 vjeç bërë gjyshe. Jo, apo besoj që pardoni se mund të bëj. Ti Zhaku ri urt. Edhe dhe nuk e di pse kam është kompleksi vetëm që kam në jetë, sepse nuk e përcaktoj dot. Dhe një herë isha me një grup shoqërie dhe ju jeni shumë të kompleksuar, po jo the. Pa ishte tha edhe një burr nga kishte kaluar 40, tha se çfarë na thoshte atje, tha. Po ti më thosh ku me atë burrin ç'pun kishe, pastaj kujtova për veten time. Edhe u skuqa nuk u ndjeva më, se thash prit se ndje për. Edhe unë kam kaluar të 40. Domethënë është sepse nuk e shiko, ka diçka që ka të bëj dhe çfarë ndodh. Jo, unë nuk gjineja, po I thosha unë jam filan datëlindje. Mirë po njerëzit, nuk e di pse, bënë llogaritë dhe më bënin zbritjen diferencën. Bëhe diferencën vetë, mendoje, po mos ma thuaj mua. Se sa është. Jo, të gjithë e bënin, po. Unë I thosha jam filan datëlindje, bënin po ti je kaq që je aq, po pse aty I thash që ka meq dorë dhe nuk them më. Ishim një fushat dhe unë po merresha me fushatën elektorale dhe ishin duke u bërë posterat e kompjuterat dhe ishin gjithë ata të rinj që po merreshin te kompjuterat dhe unë vajta dhe po I kontrolloja dhe ishte një djalë 2 metra gjithë ai shpatull gjerë. Edhe po I thosha, shiko, se thash se
nuk e ke bërë si që thash unë, po bëhe pak më ngrije më lart, foton, prije këto direktivat e ato e më pa një herë kështu, po isha edhe pak unë nxeja pak se kish bërë. Tha, po nëse dhe unë dhe t'i njoh, tha, i thash unë, vërtet dhe e pash unë, ku jemi të rekorë në një klub, i thash, në një lokal? Jo, tha, ke që me maman time në klasë. Pash i ermajt as djatas, në të gjoj njeri dhe ika, nuk u duka më pasaj të bërë. E kishte bërë të bërë të qanë bëndë. Pra, Ariani e ullë, unë e rrisë. Okej. Po ti Arbana? Promotion, jo, s'kam gënjur. Jo, s'kam gënjur promotion. Ja, se kam atë kompleks. Ja, s'kam pas, ja. Kam puthur një vajzë. Po, e kam bërë. Jo vetëm e kam puthur. Kur kam qenë klasë 3. Në klasë 3, që është e vërteta, është hera parë që kam patur një marrëdhënie, në fakt, marrëdhënia e parë erotike, le të themi, jo seksuale, ka qenë në klasë 3 me një shoqe. Nxitur edhe nga filmi. Nga filmi që pa në nxitur dhe nga këto, mbyll syt. Jo, ka qenë një lloj eksperimentimi, po që e kam kuptuar që nuk është diçka që mua më tërheq, po gjithsesi. Okej. Edhe unë e kam bërë, po nuk kam qenë në klasë të tretë, jo, kam qenë pak më e madhe. Mendoj kam qenë në të 20-at e mia, po e kam thënë këtë që kur ti rritesh edhe krijon atë individualitetin tënd edhe fillon të pyesësh veten se kush je ti. Unë jetoja në Itali në ato kohë dhe Italia e viteve 90-2000 ka qenë një Itali fantastike, e kamur, e lirë, me këtë dëshirën për t'i parë vende sa më demokratike, me drejtat e njeriut në nivel, me drejtat e komunitetit LGBT. Në vitet 90 të qenurit gay sapo ishte hequr nga lista e sëmundjeve mendore. Kështu që në Itali kur unë jetoja kishte jashtëzakonisht shumë trajnime, edhe në shkolla, se sa mendja hapur duhet të jesh ti nga atyre që kanë një orientim të ndryshëm seksual, ose se çfarë ishin në sëmundje seksualisht të transmetueshme, infeksione seksualisht të transmetueshme. Dhe kështu që unë në shoqërinë time atëherë në Firenze kisha një vajzë që më pëlqente shumë. Ajo ishte lesbike dhe kishte një të dashur dhe mbaj mend që ajo më pëlqente jashtëzakonisht, unë e pëlqeja atë dhe me atë ka ndodhur një puthje. Ndërkohë që ajo tani është e martuar, ka fëmijë etj. Ishte thjesht një fazë eksperimentimi. Okej. Po ti Arian ke puthur një vajzë? E mi zhaku e. Pi i verë, po mos pi më. Jo, mendoj që shumica e vajzave kanë pasur këtë eksperiencë gjatë adoleshencës së tyre, sidomos kohë më përpara, besoj 90% e femrave nga që kam dëgjuar nga shoqëria ime dhe nga ato, ka qenë një eksperiencë. Në Shqipëri, mendon? Në Shqipëri, po. Sidomos para komunizmit. Po pra, ajo historia para komunizmit shumë e përhapur. Të përhapjes. Po, sepse atëherë ndodhte në mënyrë naive, në mënyrë spontane, pa menduar atë frikën se etiketohesh si lesbike apo etiketohesh. Okej, normal, gjysmë fshehurazi, por nuk ishte një problem dhe dihet që në moshën e adoleshencës e më sipër do të eksperimentosh edhe të kanë një nuk e kanë atë dëshirën, domethënë, dhe nuk kanë atë paragjykimin. Paragjykimi krijohet nga normat shoqërore që fillon dhe rrënjose në tru dhe nga shoqëria dhe nga parametrat kulturorë në të cilën ti jeton. Një vajzë apo jo tash, hajde, e kam bërë. Kam puthur 2, 3, 4, 5. Normal që kam puthur, si mendon ti që s'kam puthur. 200. Prandaj të shpifur nga që ke puthur shumë. 200, jo, Guys, e rëndësishme për ju, dhe është e fundit. Kam përftuar para për të mbrojtur një temë caktuar. Jo, se kam bërë. Unë se kam bërë. Jo, unë jam shumë e ndershme në këtë drejtim. Se kemi bërë. Si ishte për një temë caktuar? Për të mbrojtur një temë caktuar. Pra, dikush ju ka thënë para dhe ju ka thënë që do mbroni një person, një temë. Jo. Jo, unë jo. As ma kanë kërkuar, më thënë drejtë. As nuk kanë guxuar ta kërkojnë, domethënë. Jo, as unë se kam bërë. Ka shumë arsye. Ka shumë arsye pse ju kam ftuar sot këtu, po kjo është një nga arsyet sepse kisha menduar që është e vërtetë dhe më vjen mirë ta dëgjoj. Edhe
Që ka njerëz akoma në Shqipëri, në këtë Shqipërinë tonë të vogël që mendoj që këto kërkesat ja bëjnë atyre njerëzve që dihet që në një farë mënyrë i mbajnë këmbët në dy këpucë ose e kanë shumë të lehtë të kalojnë nga një ekstrem te tjetri. Si e shikoni ju opinion bërjen sot? Ka plot programe dhe nuk e kam fjalën vetëm për programe reality, po për programe politike, për programe sociale. Janë rrjetet sociale në mes Arbana që kanë ndryshuar çdo gjë. Jo, mendoj që dikur për shembull ka patur një lloj kjo kritika, sepse le të themi që opinion bërja tani ka zëvendësuar disi kritikën e dikurshme që bëjnë për media caktuara, në për revista caktuara kulturore, shkencore. Gjithmonë ka patur kritik, të cilët kanë qenë profesor, doktor, analisti, ajo është analisti. Nuk dua të krahasohem me ata, sepse kur lexoj çfarë kanë shkruar pavarësisht domethënë mënyra si e kanë komentuar çdo gjë, ka qenë shumë e rëndësishme edhe për shoqërinë, po edhe... Po pra, sepse ai është analisti që bazohet në fakte empirike, në të vërteta. Ndërsa opinioni është opinioni yt, opinionbërja është opinioni yt, mbi një seri faktuar. Po juve, kur doni të dëgjoni opinionin e dikujt dhe ndizni një program, qoftë ai në YouTube, qoftë në TikTok, qoftë në televizion, në një media, që doni të lexoni dikë, a e lexoni pa filtra dhe pa drojë që ky personi mund të jetë paguar për opinionin e tij? Pra, ne i dim, ne semi si ne i dim. Ose heton, se ne i njohim, ose dhe heton. Nëse ti she një deklaratë të caktuar nga një person i caktuar dhe ti ke një distopi dhe nuk e kupton pse ka lidhje kjo deklarata me këtë personin, edhe heton pak. Pse ky personi po e thotë këtë? Shqipëria është e mbushur me njerëz që paguhen për dhënë opinione, sidomos për politikë. Ka dalë edhe në media. Ishte rasti i fundit, ja ta them këtu. Jo vetëm Shqipëria, gjithë bota. Unë mbi jetën Artur Zhej, është një gazetar. Se nuk këta njerëz. Se nuk dalin këta njerëz që unë ta di që shiko, ky ka organizuar veten e tyre. Tani, cancel culture. Unë mbi jetën Artur Zhej, vdiq Artur Zhej. Cancel culture, I hate it. Jacqueline, pra nuk ka një parim që ti kryen një veprim, jo të mirë për shoqërinë ose antishoqëror dhe të ndëshkohesh. Dhe të ndëshkohesh jo vetëm nga ana profesionale, po nga ana etike. Jo, kjo është tjetër gjë, po gatrojnë pyetje. Nuk ka pra, nuk ka përgjegjësi, nuk ka ndëshkim. Pyetja Arbanës ishte për shembull a paguhesh, a do bëje ti opinionisten për një, po themi, forcë politike? Se ka pas njerëz që janë quajtur si analistë shkëlqyer, po kanë qenë nuk t'janë ofruar ti, t'janë bërë ti oferta për të mbrojtur një person, individ të caktuar për një paqësi. Jo, oferta jo, po janë përpjekur të më tërheqin në krahun e tyre, po jo duke më joshur. Jo në mënyrë me pagesë, që ndoshta dhe më njohin. Po këtu ka analistë që bëhen dhe si heronj. Këtu analistët shiten, e blien, e ndrohen dhe pastaj nderohen sikur kanë qenë njerëz të mendimit pavarur dhe të opinionit. Njeri nuk ka kurajë, më vjen keq që ta them këtë, por duhet thënë sepse nuk ke thot njeri, analistët shiten, blien dhe kalojnë nga unë e kam bërë mbështetje në një forcë politike në zgjedhjet e fundit, për Shqipëria bëhet, kam përfituar 5 lekë përveç se kam vënë gjithçka me shpenzimet e mia dhe këtë e kam deklaruar, domethënë edhe vet, absolutisht asnjë gjë e kam bërë me mishe me shpirt në mënyrë që duke besuar që të ndryshoj diçka në realitetin politik. Por jo të thuash opinione dhe të mbrosh dikë sepse ti paguhesh. Okej, kam qenë këshilltar i presidentit, ka marrë një rrogë dhe kam ruajtur dhe jam përpjekur të krijoj figurën e presidentit. Po jo të dalë si opinionist politik. Mbaroja, lutem. Jo të dalë si opinionist, por e kam te politika më tepër, nuk e kam te kjo jona se s'do njeri na paguajnë se ku ta gjeni na paguajnë. Jo, unë mendoj ndryshe për reality show. Po në politik ka opinionistë që janë të paguar dhe dihet mirë. Biles ka gazetar që paguen dhe janë të qartësisht të mbajtur në një farë mënyre me shpenzimet të një biznesmeni apo të një tjetër për të folur kundër njërit apo kundër tjetrit. Dhe sot me portale se... Po mirë, këto i dini ju, se këto nuk i di populli. Nuk i di populli, nuk i di, këto i dim ne. Ta them si e mendoj unë? Unë mendoj që në kohën kur televizioni ka qenë tradicional dhe ne shikonim nga shtëpia, ne kishim një akuarium
në të cilin mund të shikonim si edhe njerëzore dhe të komentonim nëse na pëlqente ose nëse nuk na pëlqente dhe kjo qëndronte brenda murave të shtëpisë. Por kjo nuk na duket demokratike dhe nuk na duket e vërtet, sepse të gjithë ata që jepnin opinione ose bënin analiza në televizion, sigurisht që mund të ishin brenda rrymave të ndryshme dhe në bazë të rrymave dhe të investimeve që bëheshin në ato rryma, informacioni që jepnin publikut të gjerë mund të ishte i vërtet, i deformuar ose pothuajse jo i vërtet. Kështu që lindën rrjetet sociale në mënyrë që komunikimi t'i përfshinte të gjithë individët dhe në mënyrë që të gjithë të kishin mundësi të ishin opinionbërës dhe të jepnin një opinion. Dhe aty mendoj që përpos periudhës së parë kur nisën rrjetet sociale dhe funksioni i tyre ishte social të bashkonte njerëzit, në një moment të dytë lajmi, opinionbërja, analiza u bë e të gjithëve dhe të gjithë u bën gjitholog dhe të gjithë pa pasur baza shkencore, pa qenë të informuar, pa qenë të studiuar, pa qenë në pozitën e duhur, thanë të tyren dhe tani kemi arritur në një epokë në cilën lajmi që ti jep, opinioni që ti jep, ajo gjëja që ti thua nuk ka rëndësi nëse është e vërtet, nuk është e vërtet, godet dikë, nuk godet dikë. E rëndësishme është që të bëhet virale. Dhe ai kufiri midis të vërtetës dhe jo të vërtetës është gri, është i nuancuar, nuk është rëndësishme. Nuk është kaq që thjesht Zhaku. Nuk është kaq që thjesht. Median që të bëhet virale. Është e rëndësishme ti e thua. Është e rëndësishme për publikun, edhe për individët. Është e rëndësishme për individin i cili kapitalizon dhe vetveten, kapitalizon dhe fjalën e vet. Është i rëndësishëm për media, është i rëndësishëm për publikun. Janë të gjithë në një lojë. Shiko, ne kemi qenë Arbana, kemi qenë shumë vite në Big Brother bashkë. Edhe ka qenë Big Brother dhe atëherë nuk kishte këtë të rrjeteve sociale dhe impaktin e komenteve e gjëra, por kishte një popularitet shumë të madh. Biles më kujtohet personazhet Dorës së dytë kur ka dalë një Republika nga Lazarati, çfarë u bë, dolë makina deri në Tepelene, u bllokua rruga, imagjino dhe domethënë impakti ka qenë dhe atëherë shumë i fortë. Por ne kurrë edhe bashk takoheshim para emisionit, shikoheshim me sy. Edhe buzëqeshim, nuk dinim se çfarë do ndodhte dhe si do ishte. Po kur nuk kemi shkëmbyer një gjë kundër njërit apo pro tjetrit. Në shumë vite që kemi bashkëpunuar bashkë. Po prandaj ka funksionuar programi se ndryshe. Dhe po të them një rast, ta them këtu te Arbana sot për herë të parë, unë u largova nga Top Channel për një koment që bëra në lidhje me opinionistë e Big Brother, duke përfshirë dhe ty. Dhe më morën drejtuesi Top Channel, më thanë, "Hiqe atë koment." I thash, "Unë tani e kam postuar, nuk e heq më." Dhe nuk e hoqa, më dhanë një pezullim dhe më thanë, nëse nuk e heq, do largohesh ti. Okej, thash unë, largohem unë, po unë postimi nuk e heq. Dhe unë u largova nga Top Channel për një postim që nuk e hoqa. Do thoshe ti, a bëre mirë, a bëre keq, edhe unë e kam menduar, a bëra mirë, a bëra keq. Në fundi ka momenti që mendoj, po pse u mora dhe unë për një postim se mund ta hiqja. Por, prap, jam i kënaqur që them, jo, ashtu e mendova, i shndrova vetes besnik. Leta umbas punën. Atë që bëra, ndoshta pa diskutim që nuk doja të fyej asnjë, nuk kishte qëllimet e mia të fyeja as televizion, as programacion, absolutisht asnjë gjë. Ndryshe do isha idiot që duke punuar aty të bëja një gjë të tillë. Ishte thjesht për të rregulluar apo për të thënë diçka, ndoshta edhe emocionalisht nga momenti duke u nisur si shumë i përfshirë Big Brother, po unë u largova muajin e fundit nga përputhen, më larguan, nuk u largova, si i thonë domethënë, u hoqa nga puna për një status që nuk e hoqa. Dhe ndoshta e them me krenari këtë që unë jam ky dhe s'u pranoj kur, as të bëja një rrok për të bërë një gjë që nuk e mendoj dhe nuk e dëshiroj, as të paguhem për të thënë një mendim tjetër. A ka një opinionist të pavarur në Shqipëri që ju ja dëgjoni mendimin? Njëri tjetri. Për shembull Ariane në gjithmonë edhe Jacqueline. Pra e dëgjoni pa menduar që ka një prapaskenë në mendimin që thotë. Edhe Arbin pëlqen. Pra e mendoni duke menduar që nuk po ruan interesat e dikujt, po shumë e vështirë tani, sepse ti tani je pjesë e televizionit, i njeh individët, i njeh ndërlidhjet, i njeh linjat që ekzistojnë pas, dhe është shumë e vështirë që ti ta marrësh në mënyrë gjenuine dhe në mënyrë organike atë gjë që dëgjon. Është edhe deformim profesional që me do t'i fusësh filma dhe do thuash pse po e thot, kush po ja thot, me kë është i ndërlidhur, ku do të arri. Pra është pak më e vështirë edhe për shkak të itërit edhe asaj që ke kaluar. Paktën për mua kështu funksionon. Ndoshta përpara bigut kanë qenë më naive. E lexon, e shikon, të pëlqen si flet dhe mendon që është relativisht i
Shikoj, ka vite që shikoj shumë pak televizion. Dhe vitet e fundit nuk shoh pothuajse fare televizion. Edhe kam të vështirë të di dhe biles ndonjëherë mamaja ime më shkruan kur është një gjë me që u mora dhe çik në fushat këtë kohë, shiko se është ky emision, janë të ftuar ky dhe ky. Edhe tani unë jam si jemi sot, ne këtu vetë unë tani të hap televizorin të shikoj. Ndoshta mund të ndodhë që ta rishof në YouTube, por ka pasur, nuk e di tani ka apo s'ka, të them drejtën, nuk do isha objektiv se nuk e kam parasysh panoramën e opinionistëve. Unë kam pëlqyer Mustafa Nanon. E kam pasur shumë simpati, edhe mik të mirë, po dhe Mustafai e blen se e quan ambasador, edhe Mustafai e umbi Mustafa. Të përqafojt ka mik, po dhe një që Muçi. Do të një diçka, me qëra mua vete Mustafai. Se Muçi i shërben, nuk është na shërben si ambasador në Kroaci, na shërben si një njeri që bën opozit dhe jep mendime dhe lufton për ato që... Dhe nuk ketë edhe dikush tjetër. Komenti më viral ka qenë kur kam shar nga rop Mustafa Nano. Kur ka ndodhur Për kë punë? Për punën e teatrit. Kur tha Mustafai që le të shëmbet ku diun se çfarë, unë e shava nga rop tash. Mund të flas, domethënë ju mund t'i vini pipa, e kupton? Po, folti sa të duash, s'ka problem. Shiko, ti pse më thënë një gjë që kështu bën viral fare komenti. Ti ke bërë dhe shfaqja në atë sallë, do më mërzita shumë e Muçi. Teatri është histori e gjatë. Po është gallat kjo. Po mi çlidhi kishte... Një sekondë. O, zë, Mustafajn. Po nëse nga që kishte folur atje, ku diu the kishte punim. I tha karakterial. Gajse, fundi që kam përgatitur për ju është një lojë që ka të bëjë me shpejtësinë, një lojë shpejtësie. Vetëm me numra ajo 75, është me foto. Unë do t'ju tregoj fotot dhe ju shumë shpejt do më thoni vetëm nga një përcaktim. Çfarë mendoni ju për secilin? Po vetëm një. Pra, nëse është për shembull, një fjalë apo tu është foto Arbanës, një fjalë. Për shembull, guzhiniere zonja. Atë okay. 3 fjalë, 2 fjalë gjithë. Do e fillojmë me Jacqueline, Ariani, pastaj Zhaku. Shgënjës. Tmerrsisht që s'duhet ta kishim. I papar. Do e fillojmë me Zhakun, Ariani, Jacquelina. Dashuria ime. E kam mik të mirë. Edhe unë e kam mik shumë të mirë, përshëndes, se dua shumë. Ariani, Jacquelina, Zhaku. Ishte një zhgënjim i madh nga gjithë ajo që prisnim dhe më vjen keq. Një fjalë. Zhgënjim. Gjukat kushtetuese. Vjen shumë keq. Okej. Zhaku, Jacquelina, Ariani. Interesant. Kush Oportunist. është ky? Meridian Ramsh. E kush është? Ja, kush është ky? Ariani, Zhaku, Jacquelina. Nuk e njofësh nga të pakët njerëz që nuk e njoh mirë, më duket djalë interesant. Unë e njoh Julin, kam shumë vjetër, është i talentuar. Asnjë fjalë. Jo. Okej. Mos ta prish lojën ti. Jo. S'ka më. Se vështirësohet. Duhet një fjalë. Një fjalë. Është jo, fjala ishte jo. Tash i prit. Bravo i qoftë. I papar. Oportunist. Gënjeshtare. Nuk e njoh fare. Ça thuash më Dita Fontis? Nuk e njoh fare. Këmi motër si një... Kjo më pëlqen mua, është shumë interesante. E kam i kesh të mirë. Edhe... Një fjalë. Vajzë gangster. Me piper. Piper është kjo. Më pëlqen shumë. Një fjalë. Intelektuale. Shumë e mirë është. Shoqja Moza Ahmetit. Interesante.
Njëri i moderuar. Ka bërë operacione, çka ka bërë? Çka ka Jo, ndryshuar? sigurisht që i kemi, që i njohim dhe shumë mirë, na vin një zet, e kupton, Arbana do një, edhe do pak mendje atë. Pas operacioneve do bëj. Po le ti bëj operacion. Në pak oportuniste. Homofobe. Kjo është idiote komplet. Nuk e njoh. Se e kuptova kush është, e njoh domethënë, por nuk kam S'ke opinion. Idiote fare, sidomos me ato që i bëri Moza Ahmeti, domethënë. Populiste. Hajvanos. Burnesh. Burnesh. Burnesh, si kjo s'ka. Oh, I love Olticuri. Zemër. Ishte veshur shumë kot fare tash, nuk e di se çtonte të bënte si stilist. Olti, we love you. I drejt për drejt. Tizi. Komedian. Hajgjiz, buk me gjiz. Djali i shkëlqyer. E fundit. Gati? Po. Sinqert. Po. Arbana Osmani. Diva. O, diva. Diva, po mos i është i diva, kush është diva? Prit se kemi Arianin. E veçantë. E veçantë. Interesante. E di si do në Qevani don interesante, më trashajse. Ani kamerat në njerëzve dhe kur them që kam mbaruar emisionin, thot vërtet atë Si vikin më ato tani dhe i pas nesër. Zuar, edhe ne u knaqëm. Pritet edhe pak, Zhak. Pa ç'ishte? Je mbaroj shpejt, po u knaqëm me vërtet, harruam. Ajo do të bart. Po ne do të bart. Nuk e ndjem, s'ka gjë. Si të kuqja asaj. Jo, se do na sjellin bardh. U mundësua nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Gjotto Karni, Obu Store. Për të parë programin me mbroma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.